Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, shikues të nderuar. Jemi sot këtu me misionin Afër, ku sot do ta moderajon, nga se siç e dini moderatorja Lulieta është në pushim, ndërsa me leje të Allahut, nga java tjetër do të dëgjoheni me të. Kemi sot në emisionin tonë mysafire zonjën teologe, zonja Valbona Bytyqi, e cila ka ardhur sot në emisionin tonë dhe e falenderojmë shumë që ka pranuar ftesën. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu dhe mirë se ardhët. Aleikum salam wa rahmatullah. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u kemi gjetë. Gjithashtu faleminderit dhe juve që keni pranuar ftesën tonë. Kënaqësi gjithmonë. Besoj që vetë se tashmë jeni emër i njohur në mesin tonë. Zonjën teologe e ka bërë të njohur puna e saj vazhdueshme, aktivitetet dhe mundi i pakursyer që ka bërë në dobi të Islamit. Andaj, për gjithë ata që nuk ju njohin, fillimisht nëse mundeni një prezantim të vetes, se kush është Valbona, prezantimi juaj, aktivitetet e vazhdueshme dhe gjithashtu edhe të na tregoni pak për punën e parë si kolege dhe mësuese. Atëherë, për gjithë ata që më njohin dhe gjithë ata që nuk më njohin, jam Valbona Bytyqi, vij nga Prizreni, shkollimin fillor dhe të mesëm në Medresen Alauddin e kam kryer në Prizren. Në vitin 2003 kam vazhduar studimet islame në Fakultetin e Studieve Islame në Prishtinë, që nga shkolla mesme kam qenë aktiviste. Me përfundimin e vitit të dytë kam filluar si mësuese në 2 fshatrat e Prizrenit, në fshatin Zojz dhe Krushe Vogël. Fatmirësisht kemi pas një numër shumë të madh nxënësave dhe një begati shumë të madhe që Allah na ka dhënë në atë kohë. Kemi vazhduar nga 2002 deri në 2009 si mësuese atje. Me shpërnguljen time si studente në Prishtinë, kam vazhduar aktivizmin tim edhe në Prishtinë, pa u ndalur, domethënë, pa e menjanuar aktivizimin tim në Prizren. Në Prishtinë kam punuar si vullnetare në qendrën Sfera, një qendër trajnuese, e cila është e njohur për publikun. Pastaj kam vazhduar si menaxhere saj deri në vitin 2023. Më pas, aktivizimi im ka qenë në fusha të ndryshme. Në vitin 2019 kemi filluar me kampanjën World Hijab Day për herë të parë në Kosovë, një kampanjë e cila është sot botërore, dhe në vitin 2020 më njëherë kampanja apo organizata World Hijab Day me Selina Amerik më ka përzgjedhur mua si ambasadore për Kosovën. Aktivizimi apo aktivitetet tona në World Hijab Day kanë vazhduar sot 8 vite tashmë. Pastaj aktiviteti në fushën e islamit dhe kontributi në këtë drejtim ka qenë domethënë i vazhdueshëm. Kemi hap qendrën e Hifzit Elita, Akademia Hifzit Elita në Prishtinë në vitin 2015, ku prej atij viti tashmë janë bërë 10 vite, elhamdulillah. Para një muaji patëm edhe kurorzimin e 3 hafizeve të fundit, me të cilat edhe numri arriti në 29 hafize gjithsej nga viti 2015 deri në vitin 2025. Pastaj në vitin 2024 kemi hapur edhe grupin e Hifzit për fëmijë, që fatmirësisht edhe atë kemi pas hafizen e parë, një vajzë 12 vjeçare, elhamdulillah. Dhe kështu kemi vazhduar pastaj me mësim besim në përqendra të ndryshme në Kosovë. Elhamdulillah kemi një marrëveshje dhe një bashkëpunim të mirë me Bashkinë Islame në këtë drejtim. Po ashtu menaxhoj edhe Akademinë e Hifzit, Akademinë Nasiha, një akademi e cila ka të bëjë me kurset e mësim besimit për fëmijë dhe të rritur. Kjo në përgjithësi është. Mashallah, Allah i gradoft të gjithë hafizat që kanë dalin këtë rrugë dhe gjithashtu i bëft shembull në rrugën e Islamit. Sa ka qenë vështirë kjo rrugë që ke marrë, pra sfidat e shkollimit që kanë qenë në kohët më hershme dhe sot, ta bën një krahasim. Tamam. Normalisht sfidat e shkollimit gjithmonë janë sfidë në vete, domethënë ato veç kanë ndryshuar nga koha në kohë me zhvillimin e shoqërisë, teknologjisë dhe kushteve të tjera, vetëm kanë ndryshuar formë, por sa ato mbetin sfida në vete. Në të kaluarën padyshim sfidat janë kanë të një natyre krejtësisht tjetër për kësaj që ne sot i kemi. Kanë qenë domethënë qasje kufizuar në arsimim. Dihet mirë se zonat rurale kanë pas më vështirë domethënë shkollimin. Pastaj kushtet ekonomike kanë bërë të veten që nuk kanë lejuar që të vazhdohet një shkollim pak më i lartë. Pastaj mendësia dhe mentaliteti i tradicional që femrën e kanë përjashtuar nga shkollimi
kushtet ekonomike, do të thonë pastaj mungesa e qasjes në arsim apo mungesë e informacionit, ndërsa për dallim prej sodit që sot është sfidë në vete, informacioni i shumë që kemi dhe ajo paftësia për të bërë dallimin mes asaj që është saktë dhe pasakt. Pastaj me zhvillimin e teknologjisë kanë dalë sfida të reja, mungesa apo shpërqendrimi në mësime, varësia që e ka kriju, domethënë teknologjia tek njerëzit, sfida të ndryshme, mos fokusimi, humbja fokusimit tek shumë radhë, që janë sfida në vete. Ajo që bën dallimin mes asaj dhe kësaj, apo nëse arrim e bëni diçka të përbashkët, me sjell një pikë të përbashkët, tërse në të kaluarën kemi pas mungesë e informacionit që ka qenë sfidë në vete, ndërsa sot është sfidë në vete menaxhimi i këtyre informacioneve të shumta që i kemi. A mendoni se pikërisht interneti dhe rrjetet sociale kanë bërë që numri i nxënësve me ul apo vazhdon të jetë i njëjtë nëpër qendrat e mësimbesimit që menaxhoni? Faktikisht numri i nxënësve nuk është vetëm si sfidë që interneti e ka sjell, janë edhe emigrimet e shumta që janë bërë kohëve të fundit nga vendi ynë, por që rënja e mësimit, domethënë e ka ndiku në rënjën e mësimit, në kualitetin e saj, cilësinë, për shkak se tashmë secili fëmijë thuajse në secilën familje e ka një telefon të mençur dhe kjo ka kriju, domethënë, një lohatje apo një varësi të tepërt që fëmijët pastaj nuk kanë fokusin tek mësimet, nuk e kanë përqendrimin e kështu me radhë, gjë që i ka pasojat e veta. E kjo derisa është vrejtë dhe vrehet edhe në shkolla, padyshim që vrehet edhe në kurset e përgjithshme, që është sfidë me cilën ne duhet të krijojmë ndoshta hapësira të reja për trajnime të reja për të bërë një baraspeshim edhe për të arritur me i menaxhu këto sfida. E qartë. Thatë që qendrën Hevzit e keni hapur më vitin 2015. Në një vetë besoj që nuk ka qenë shumë e njohur Hevzi, në Kosovë, ose nuk ka pasur qendra të tilla. Nga e keni marrë inspirimin dhe cili ka qenë qëllimi juaj dhe keni arrit këtë qëllim deri tash? Faktikisht, me qenë se vi prej Prizrenit, atje është hap një qendër pak më herët se në Prishtinë e Hivzit, dhe me qenë se unë isha në rrjedhat e edukimit islam prej 2002-s, kishte ardhur një kohë që të mendojmë në një shkollë pak më të lartë. Fatkeqësia në atë kohë ishte se nuk ishte një vedisim shumë të madh rreth Hivzit, po ashtu mungesa e profesionistëve në këtë fushë, domethënë ka bërë sfidë në vete, dhe unë kam një shoqe në Prizren, ajo mëson Hivz, dhe kërkesa jam ka qenë kur e kam taku për herë të parë, pasi veç e formulova atë idenë për Hivzin, që ajo të vinte prej Prizrenit s'pakti 2 herë në javë dhe të mbante Hivzin tek ne. Mirë po, normalisht një udhëtim i gjatë prej Prizrenit në Prishtinë ishte e pamundur dhe ajo më propozon, thotë, unë kam qenë në Turqi, 3 hafizet nga Prizreni kanë kry Hivzin atje dhe kam marrë pjesë në ceremoninë e Hivzit të tyre, pra ndaj ta propozoj njëran prej tyre, cila është edhe fejume në Prishtinë dhe do të jetë thjesht ideale për juve. Dhe kështu, domethënë i shkëmbejmë numrat, ka qenë mbaj me në Ramazan, kohë korrikot, kohë nxehtë, edhe kam prit, domethënë derisa ja ka përfunduar mukabelen në xhamin. Pastaj, domethënë, ka vazhdu rruga, jemi rënë në kontakt, edhe falë Zotit në shtator të vitit 2015, vetëm e kemi fillu grupin e parë. Ideja ka qenë që me ngrit vedijen rreth rëndësisë Kuranit, për shkak se kjo mungante, domethënë hafize, emrin hafiz ose hafize rrallë e ke dëgju para kësaj kohe, dhe doja që ta ringjallim edhe një traditë të re, apo një traditë të pejgamberit alayhis salam në këtë kohë që të jetë risi për neve. Edhe alhamdulillah ka pas sukses, nuk është që s'ka pas sukses. Ndoshta ajo që është sfiduese sot është edhe mundësitë e rrjeteve sociale apo mundësitë online që janë zhvilluar të mëdha sidomos pas kohës së pandemisë, dhe pak kjo e ka ul, domethënë interesimin në live, për shkak se kualiteti në mundësitë online me live është shumë i qartë. Mundësia e Hivzit do të jetë e vazhdueshme, domethënë për me qenë një hafize suksesshme dhe për me arrit qëllimi do shme qenë patjetër e vazhdueshme edhe me qenë me prezencë fizike, për shkak se kjo, domethënë, i ka dobitë veta,
përqendrimi është më i madh, pastaj e ke mësuesen vazhdimisht të cilat përcjell, edhe kjo domethënë e bën që me pas një sukses më të madh, për dallim prej asaj në online që shpesh ndoshta nuk jemi në disponim edhe hajtë sot s'po hy, hajtë nëse nuk po hy, felan për ditën tjetër, edhe kjo bën që pastaj hivzi me qenë pak më i ngadalshëm, edhe ndoshta nëse shkon edhe shumë gjatë, pastaj edhe mu lodh kandidatja apo kandidatja edhe mu tërheq krejt. Kështu që elhamdulillah ne hivzin e ofrojmë vetëm fizikisht, si për fëmijët ashtu edhe për të rriturat. Cilat janë grup moshat për të rritur? Grup moshat për të rritur janë 15-30 vjeç, edhe pse kemi ndonjëherë përjashtime, sepse në hafizën e fundit që e kishim ka qenë moshën 53 vjeçe. Domethënë, po duke parë vullnetin e saj, duke pa këmbgulsinë e saj për kryerjen e hifzit, atëherë edhe ne kemi bërë përjashtim nga ky rregull, ndërsa tek fëmijët i kemi nga mosha 8 vjeç deri në 15 vjeç, janë grupet për djemë dhe për vajza. Mashallah. Atëherë, sa ka qenë nevojshme përhapja e institucioneve të ndryshme me qëllim edukimin edhe përhapjen e besimit islam? Kjo është e domosdoshme për shkak se ne fillimisht si popull apo në Kosovë jemi 95% musliman, edhe për dallim prej gjeneratave tona që, siç e përmenda më herët, ka qenë sfidë ka qenë mungesa e informacionit apo qasja në arsim. Për shkak se nuk ka pas libra të botuara, nuk teknologjia thuaj se nuk ka qenë hiç e zhvilluar, dhe domethënë mungesa e informacionit ka bërë që mos me njoftë edhe fenë se si takojmë. Prandaj edhe qëllimi jam ka qenë që ne me mundësitë tona sa më shumë të arrijmë që të japim informacionin tek njerëzit, të krijojmë besimtar që dinë se cilës feje takojnë, çka adhurojnë dhe pse, domethënë i takojnë asaj feje. Kështu që dhe alhamdulillah me këtë iniciativë, me këtë qëllim kemi arritur që të kemi shumë medrese apo grupe me tepe në Kosovë. Mbi 60 grupe domethënë janë që mësojnë me programin Nasiha, një program shumë i veçantë, një kurikull tepër bashkëkohore, e cila i përmbledh mësimet dhe dijen islame, duke ju përshtatur edhe kohës dhe zhvillimit teknologjik, bashkë edhe zhvillimit mendor të fëmijëve. Mashallah, mund të jemi të tregu pak më tepër niveleve si janë, librave si keni, nga se e shoh që në shumicën e komunave të Kosovës është mungesë e librave. Po. Programi Nasiha është për herë parë është botuar në vitin 2013. Kjo ka qenë sinqerisht një sfidë dhe një kërkesë e kohës, për shkak se sidomos në plan programin e edukimit fetar vrehet një mungesë e madhe. Prandaj edhe në bashkëpunim me shtëpinë botuese në Angli, Nasiha Publications, kemi arritur që ta kemi programin edhe në Kosovë, ta përkthejmë në gjuhën shqipe dhe programi përbohet prej 8 niveleve gjithsejt. Ndahet në 5 nivelet fillestare, pastaj 5 nivele, domethënë 3 nivelet e tjera për mbi moshat 14 vjeç, dhe pastaj tash së fundmi është edhe niveli i fundit për adoleshentët, një libër shumë i përmbledhur me shumë informacione. Metodika apo e veçanta këtyre librave është se përbën nga libri i klasës dhe libri i punës, pastaj përbëhen prej 10 lëndëve gjithsej, duke filluar nga fiko, akidja, histori islame, histori e pejgamberit, një medrese e vogël faktikisht, edukat moral, sure, dua, historia e pejgamberit alayhis salam, domethënë gjithsejt janë shkronjat e Kuranit, tajvidi, gjithsejt janë diku 10 lëndë, me të cilat synojmë që fëmijët tonë mos dalin vetëm besimtar, po dalin besimtar praktikues, mos janë vetëm se ne i takojmë islamit, por atë që i takojnë edhe ta praktikojnë në jetën e përditshme. Jo vetëm me emër, por edhe me vepra. Po. Rreth sa mësuese keni në menaxhimin tuaj? Diku janë rreth 60 mësuese me 60 grupe të nxënësve, dhe alhamdulillah është një numër i madh që përfiton nga ky program. Alhamdulillah. Atëherë, një prej organizimeve në të cilat jeni përfshirë është edhe dita botërore e mbulesës, e theksuat edhe më herët, ku jeni ambasador në Kosovë, pra a mundeni të na flisni pak rreth asaj se si ka ardhur deri tek ky organizim edhe në vendin tonë, nga se vendet e tjera vetë se dihet që ka qenë përhapur.
Me qenë se nga ardhja ime në Prishtinë nga viti 2003, kam qenë e angazhuar edhe me studente dhe vazhdimisht, sidomos vajzat e komunitetit musliman, kishin problematika të ndryshme sa i përkiste shamisë dhe shkollimit, shamisë dhe punësimit, dhe kjo sikur na bëri me dije se ne duhet që të ndërmarrim diçka në këtë fushë. Kam pas nxënëse të cilat fatkeqësisht kanë humbur edhe shkollimin totalisht për shkak të shamisë, janë përjashtuar, domethënë nga shkollimi. Kemi pas studente të cilat për shkak të mbulesës nuk i është leju që të praktikojnë, ta kryejnë praktikën e fakulteteve në shkollat tona, dhe kjo sinqerisht ka qenë një diskriminim në vete dhe një diskriminim i padrejtë që ju ka bërë këtyre vajzave, vetëm për shkak të mbulesës, mos ju jepet e drejta e cila ju takon, dhe kjo na ka bërë që ne të ngritim zonin dhe të bashkohemi kampanjës World Hijab Day, e cila organizohet çdo vit, tashmë viti 14 në botror, ndërsa në Kosovë viti 8 që ne veç kemi bashkangjit kësaj kampanje. Dhe ideja e kësaj kampanje, qëllimi i kësaj kampanje është të sensibilizojmë opinionin mbi të drejtën e mbulesës, një drejtë të cilën e garanton edhe Kushtetuta e Kosovës dhe konventet ndërkombëtare, kështu që ju është bë padrejtësi këtyre vajzave në shumë aspekte, dhe qëllimi jonë ka qenë që ne t'ju dalim të jemi zë për ato vajza, të vëdësojmë edhe ato të cilët nuk e njohin Kushtetutën, që mos marrin hapa të përshpejtuar, sepse kjo është kundër Kushtetutës së Kosovës, prandaj ato e kanë me plot të drejtë të ushtrojnë besimin e tyre në jetën e përditshme. Padyshim, mirë po sa ka qenë përkroja dhe interesimi i masës për këtë pjesë? Normalisht sfiduese është, ne e mbajmë mend në vitin e parë kur kemi dalë në sheshin e Prishtinës, ka qenë ajo sfida se si do të na presin, çka do të na thojnë. Po alhamdulillah ka qenë një përkrahje e madhe që në ditët e para ka pas një ndryshim pozitiv, shqyr Zotit. Normalisht ka punë ende për të bërë, për shkak se nuk mund të kënaqemi me atë që kemi arrit. Mirë po, derisa edhe është atje një udhëzim administrativ i cili pengon apo ndalon vajzat me shamje nëpër shkolla, derisa ai qëndron aty, neve nuk jemi qetë. A keni ngritur zërin për këtë? Po, kemi ngrit në vitin 2022, kemi bërë edhe një kërkesë për ndryshimin e udhëzimit administrativ, që ja kemi drejtuar Ministrisë së Arsimit, por që nuk kemi pas asnjë përgjigje në këtë kërkesën tonë, dhe shpresojmë që me ndryshimin apo edhe me qeveritë e reja që kjo çështje të diskutohet dhe të merret me shumë seriozitet dhe të rregullohet një herë për gjithmonë, për shkak se ne nuk jemi të huaj në këtë vend, Islami nuk është se ka ardhur sot në këtë vend. Gjyshet tona, nonat tona, familjet tona janë mësuar me shamin, shamja nuk është e huaj, prandaj edhe nuk e di pse ti pengoj shamja, derisa thjesht ajo është një manifestim i besimit nga secila besimtare në formën me vullnetin dhe dëshirën dhe atë lirinë e plotë që ato e posedojnë, pse të jetë një pengesë për shkollimin e tyre, për punësimin e tyre, për të arriturat e tyre. Ne duhet të shikojmë sot profesionalizmin e vajzave, edhe në përgjithësi të njerëzve, por jo atë që ato e bartin në kokat e tyre, për shkak se duke e lënë anash këtë pjesën kryesore, pastaj i shohim edhe kuadrat të cilat na përfaqësojnë. Pikërisht. A mendoni që kjo ka filluar që me u ndryshu, domethënë pak perceptimi i njerëzve rreth mbulesës? Fatmirësisht po, domethënë e mbaj mend në atë kohë, domethënë shumë pak ke pa vajza me shamje qoftë në për puna private, qoftë edhe në për institucione, po shqyr Zotit kjo ka filluar me ndryshu, por që ne presim që kjo të jetë një drejtë, domethënë e barabartë për gjithë njerëzit. Nëse nesër do të heqet ky udhëzim administrativ i cili veç ekziston në Ministrinë e Arsimit, atëherë edhe ne kemi nevojë pse të organizojmë kampanja vëdësuese, sikurse është World Hijab Day, për shkak se pastaj të gjithë jemi të barabartë. Teks. Atëherë a do të organizohet edhe këtë vit dita botërore e mbulesës? Kampanja World Hijab Day 2026 vetë se është lansuar shqyr Zotit, dhe ne si përfaqësues të organizatës botërore World Hijab Day e kemi shpallë edhe në rrjetet e tona sociale hapjen e saj. Jemi në përgatitje të saj, po inshallah për detajet shpresoj që sa më afër kohës edhe t'ju njoftojmë.
Mirë, faleminderit shumë. Njëkohësisht ne dëshirojmë që t'ja japësh edhe një porosi gjithë dëgjuesve tonë, nga se ne dimë që pa mund nuk keni mund me arrit këto. Normalisht. Kështu që cila është porosia jonë, edhe për trinj, sidomos. Besoni në atë që e doni. Kjo do të ishte porosia jonë, për shkak se nëse ju besoni në atë që e doni, padyshim edhe do t'ja arrini. Allah ju shpërbleft për sot. Amin. Allah ju shpërbleft për gjitha këshillat juaj që i japit tash, për njëkohësisht edhe për gjithë aktivitetet që i shpërfaqet, nga se padyshim që ngritja juve njëkohësisht është edhe ngritje për gjithë ne. Shikues të nderuar, ju faleminderit që ishit me ne. Njëkohësisht ju urojmë që nga gjithë kjo bashkëbisedimi yni të keni përfituar dhe jo, kështu që miru dëgjofshim deri në të premten tjetër, ku do të vazhdoni me moderatorën Nuljeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.